Atëherë, përshëndetje Gjeneta, mbledhja e qeverisë është duke vazhduar edhe më tutje, derisa janë duke u diskutuar pikat të cilat kanë qenë të përfshira në rendite. Kujtojmë se sot kjo mbledhje e qeverisë ka nisur me 1 minutë heshtje për 3 shqiptarët të cilët humbën jetën në vendin e punës në Austri, ndërkohë që është shprehur ngushëllime për familjet e tyre dhe më pas kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka vazhduar me një fjalim ku e ka mbajtur brenda dhe ka folur pikërisht për Serbinë dhe për ushtrimet ushtarake në afërsi të kufirit, teksa e ka quajtur një shfaqje të agresionit, ndërkohë që tha se është alarmuese fakti se kjo njësi e cila ka bërë ushtrime në atë pjesë është njësi e cila ka trajnuar edhe Milan Radojqiqin, që është i aratisur nga Kosova, me qenë se kërkohet për shkak të sulmit në banjës të Zveçanit, ku mbeti i vlar Afrem Bonjaku. Albin Kurti ka bërë thirrje për qytetarët që jetojnë në luginën e Preshevës edhe të Bujanovsit për qetësi dhe që të mos bien prej e këtyre provokimeve, siç i ka quajtur ai, ndërkohë që ka bërë thirrje tek komuniteti ndërkombëtar është të reagojë në lidhje me këtë çështje. Tashmë veç se ka përfunduar mbledhja e qeverisë dhe do të presim se cilë nga ministra do të dalin në konferencë për media, ndërkohë që është thënë se pritet të dalë ministri i punës edhe familjes Andin Hoti dhe ministri i shëndetësisë Arben Vitia.